Kam shumë emocione me folë para gjithë juve këtu. Me që sot ishëm, unë isha për herë të parë në paradën e ushtrisë dhe policisë e Kosovës. Edhe për mu ishte një ndjenje jashtëzakonshme që e bijat e Adem Jasharit sot e mbrojnë Kosovën. Të dashur qytetarë, e nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës çlirimtare, të nderuara viktima civile, të nderuar pjesëmarrës. Sot kjo ditë e shenjtë për popullin ton, 18 vjetori pavarësisë, është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që fluan për lirinë ton. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu,